pa dashur të paragjykoj rrethanat dhe në cilat ai ndodhe dhe masën e vendimarrjen e gjykatës të hënën, kam përshtypjen që nga të gjithë personat që ne kemi prezumuar dhe kemi dyshuar që janë përfitues të këtij vendimi, që në këtë studio diskutuar herën e fundit që mund të kishte qenë vendim politik për interesa politike të ca individëve, mendoj që zoti Meta është personi i fundit që do përfitojë nga kjo vendimarrje e gjykatës së lartë, duke marrë konsiderat mënyrën e arrestimit të tij, duke marrë konsiderat. A ke parasysh sjelljen e shtetit ndaj tij? Kështu që sjelljen e organeve të drejtësisë ndaj këtij personaliteti dhe këtij figure në mënyrë të vazhdueshme kam përshtypjen që pa dashur të paragjykoj edhe zotin Veliaj, po që në këndvështrimin tim po them si qytetar i thjesht, po them fare si profesionist i fushës, kam përshtypjen që det personi i fundit që të cilit do i aplikohet një vendimarrje e tillë nga ana e gjykatës së lartë. Uroj kemi gabuar. Edhe pse në radhë mbetet të jetë i dyti nëse quajmë të parën zonjën Karçanaj. Zonja Karçanaj që hapi derën e kësaj krijoi precedentin. Precedentin e parë. Po, krijoi një farë analogjie që sado që nuk është e ligjshme, avokatët do e përdorin në mënyrë të vazhdueshme tashmë, që të paktën është femër thë. Edhe kjo është për shkak mund të jenë përdorur argumente të lidhjes familjare që mund të jetë të mjetur. Domethënë, nëse gjykata do ishte njëra që u bë shtatzanë që përfiton të heqjen e u tha se po thoshte në i burr që do bëhet gru. Dyshova, po nuk provua kurrë nëse ishte apo jo vërtet. Ideja është e tillë që sado që gjykata të ketë atë dhe prokuroria të ketë atë qëllimin nëse do duam me vërtet ta zbatojë një vendim të tillë, do jetë gjithmonë mënyra se si do trajtohet dhe vullneti që do jetë nga palët për ta dhe në drejtim të personit që i vjen kërkesa për zëvendësimin e masës së Nisur nga çfarë thatë ju avokat, i bie që rasti shqyrtimi i kërkesës për ndryrimin e masës, për ndryshimin e masës sigurisë të zotit Meta që bëhet të hënën që vjen, të jetë në fakt testi real i seriozitetit dhe i vlefshmërisë së vendimit gjykatës lartë. Po, që të rrëzohet pretendimin që zoti Sadushi ishte zgjatimi i asamblesë ose më mirë i grupit parlamentar socialist. Po ti do ta thuash prapë edhe nëse kam frikë se kushtetutën gati dhe ka kushtetutën gati. Kam frikë se kjo do jetë një spirale më shumë që do vijë në të keq se sa në të mirë, për shkak se kjo automatikisht në mënyrë të jo të përligjur, po që në mënyrë hipotetike do sillte pikërisht argumentin që kjo është bërë për të ndihmuar kokat e mëdha, tani automatikisht zoti Ilir Meta do të nuk është fjala për të ndihmuar, po është fjala për të bërë drejtësi, pavarësisht se çfarë ke qenë apo çfarë je. Absolutisht. Po nëse do thonim që ky vendim është gjithë përpara ligjit jemi të barabartë. Absolutisht. Po, atëherë drejtësia këtu duhet. Kur e diskutuam të vendimarrjes sado deri tani sado që kjo vendimarrje është nonsens. Nëse do fillojmë që të parë që do lëra nga burgu